Atëherë përshëndetje, respekt për komisionin. Unë jam Aleksandra Arshia, jam antare e Këshillit Bashkiak Selenic, nga Partia Socialiste. Është i dyti mandat rresht që vazhdoj të jem antare e Këshillit. Duke qenë shumë pranë komunitetit, duke dëgjuar njerëzit, duke qëndruar pranë tyre, të fokusohemi tek reforma territoriale, tek pika e parë. Unë mendoj se është shumë e vështirë nëse të paktën nga zona jonë që kemi të bëjmë me pensionistë, me njerëz që janë nuk janë në mes të qytetit, po janë në një zonë rurale, është në qoftë se e prekim me reformën territoriale këtyre njerëzve, nuk do t'ju bëhet shërbimi siç duhet. Dhe kjo është më se e sigurt dhe më se e bindur që them unë. Devemi t'i dëgjojmë edhe ta marrim opinionin e tyre. Për sa i përket financave, duhet investohet më shumë, them unë nga qeveria. Që kryetari të ketë më shumë financa dhe të investojë më shumë në Bashkinë e Selenicë. Për sa i përket shërbimeve, unë mendoj se shërbimet i marrin aty ku janë. Dhe nuk besoj se ka ndonjë qytetar të paktën te bashkia ku jemi ne, që t'i ketë munguar shërbimi. Për këtë jam shumë e sigurt. Edhe kjo pjesa se dëgjova zëra, po na ka bër reforma bashkë, se kemi çik vështirë e të rrim bashkë, ty falet. Urdhro? Po. Ju lutem, fokusohuni tek mesazhi juaj. Atëre, mesazhi im është t'i bie shkurt edhe qartë. E para që Bashkia e Selenicës të mos preket te reforma territoriale. Kjo është çështja sepse është një bashki rurale. Edhe duhet, do me thënë, duke edhe me investimet e qeverisë, që po investohet turizmi malore, shumë të tjera, mund të e marrin shërbimin shumë aty ku duhet, se nuk i më bezdisin kur flasin në korë, mund ta marrin mikrofonin dhe flasin dhe veç e veç. Pjesa tjetër, te shërbimet, i marrin shërbimet prap te investimet, kemi marrë investimet sepse nga taksat që mbet bashkia janë bërë rrugë, që s'kanë qenë kurrë në mendje për të bërë ato rrugë, dhe ne dim shumë mirë këtu, të paktën ne që i përkasim Selenicës Trëncika, se të kujt jemi, të kujt bindje. Janë bërë rrugë në përfshatra, janë bërë investimet. Te shërbimi i qytetarëve është u bëhet aty ku janë, zero në baje ti, se unë e di që shërbimi i qytetarëve është shumë mirë. Mund vemi të dy bashkë dhe t'i dëgjojmë. Kjo që me zë të fortë do kërkoja që mos të prekej territori i Selenicës. Mundësisht qofse do na jepni ndonjë njësi tjetër të na e bashkonit të shërbim, kjo do ishte super për ne. Ju falemnderit. Zërat e dytë nuk dua t'i dëgjoj se ju falemnderit. Ju lutem le të mos ndërveprojmë, fokusohemi tek mesazhi. Jo, nuk dua ta bëj politike, po dua të them një kryetar doli vetëm me 5 antar në garë. Këtë doja të thosha unë dhe nuk e bëjmë dot këtu punën politike. Ju falemnderit. Flasim për reformën territoriale. Ju falemnderit. Juli dhe pastaj Zotria. Po. Juli dhe pastaj Zotria. Ju lutem, Zotria. Patjetër. Po. Ju lutem. Përshëndetje gjithëve, unë quhem Juliana Ali dhe vika Bashkia e Konispolit. Janë shtruar hipotezat shumëta në rrjet kohën e fundit për shkrijen e Bashkisë Konispol në reformën e ardhshme territoriale. Dhe desha të shtroja shkurt disa argumenta se pse Bashkia e Konispolit nuk duhet shkrihet. Së pari është terreni dhe pozicioni gjeografik i Bashkisë Konispol. Bashkia e Konispol ka një terren tërësisht malor dhe fshatrat e Bashkisë Konispol janë shumë larga qendra tani. Imagjinoni me një bashkim në një bashkie më të madhe se sa do të rritej largësia dhe vështirësia për banorët e zonës. Përveç kësaj, specifikat ekonomike të Bashkisë Konispolit, Bashkia Konispol njihet nga të gjithë që është një bashki elektorale dhe bujqësore. Mandarina dhe Konispolit besoj se i kemi provuar të gjithë. Nuk besoj se do të rritej produktiviteti në qoftë se ne Konispolin ja çojmë Sarandës, domethënë. Ai kryetari i Bashkisë Sarandës do merret me turizmin apo do merret me tokat dhe me blegtorinë e Konispolit, domethënë jashtë logjikës. Dhe përveç kësaj, nuk duhet të harrojmë që Bashkia Konispol është bashkia e vetme përfaqësuese e komunitetit Çam. Vërtet ne jemi 10.000 banor votues të Bashkisë Konispol, po ama ne në Shqipëri jemi 300.000 banor. Dhe kjo bashki na përfaqëson gjithëve neve, domethënë, është në qoftë se do dalim komunitetin Çam pa përfaqësim, besoj se është një goditje e madhe që do t'i bëjë këtij komuniteti. Edhe në periudhën e monarkisë, ish mbreti Zog, Bashkia Konispol ka ekzistuar si përfaqësuese e komunitetit Çam. Ka qenë në prefektura e Çamërisë.
E pse duhet ta mendojmë sot që këtë komunitet ta lëm pa përfaqësinë, domethënë. Për mua kjo është shumë e rëndësishme, sjell këtu edhe shqetësimin e banorëve të zonës, edhe ne kemi bërë dëgjesa tona më të vogla në zonë, kështu që shpresoj shumë që të merret parasysh nga komisioni. Falenderoj shumë për fjalën. Faleminderit. Zotria, ju lutem, dhe pastaj zotria. Po. Ju lutem. Po patjetër. Okej, ju lutem. Do të kërkoja mirë kuptimin që të dëgjonim edhe qytetar nga Himara, për arsye se nuk e dëgjoj. Po, ju lutem. Po, ju lutem, po. Zotria, Delvina dhe pastaj duam të dëgjojmë dikë nga Himara. Ju lutem, zotri. Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje komisionit të posaçëm për ndarjen e territoriale. Edhe Saranda. Quhem Përparim Ahmeti, vi nga Ksamili. Ja pra. 27 vjet jam antar i Këshillit Bashkiak, 2 mandate antar i Këshillit të Qarkut, 1 mandat kam qenë kryetar Këshilli, dhe vi këtu me bindjen të plot që Ksamili duhet t'i rikthehet njësi vendore të jetë bashkim me vete. Mund të t'jap argumente sa do duash. Sot Ksamili ka të ardhura sa 3 herë, sa 3 bashkit. Delvin, Finitje, Konispol. Sot në Ksamil operojnë mbi 1000 biznese që janë me nip të rregut plus ata që janë me sekondar. E argumentoj plusi sepse të arot e Ksamili thash janë një buxhet i madh që i shkon Sarandës dhe nuk e marrim atë shërbim që meritojmë të marrim. Sot qytetarët e Ksamilit mbasi është bërë bashki, rendin mbas djerëve të bashkisë me ore me ditë të tëra dhe nuk arrin të marrin. Sot në Ksamil kanë mbi 400-500 hotelierë që nuk ka marrë akoma lejen e shfrytëzimit. Ju lutem që ta riktheni njësi vendore Ksamilin sepse e meriton. Në vitin 2014 kam qenë kryetar Këshillit dhe kam takuar ish ministrin e pushtetit lokal djes pas zotin Bashkim Fino. I kemi vajtur me 800 firma të familjarëve dhe me program konkret që na e kanë mbështetur, po pavarësisht se opozita nuk mori pjesë dhe ajo bë tamam darje politike, si shton shumë parafolës këtu. I kemi thënë që të bëhet bashkia Butrin me qendrën në Ksamil, duke përfshirë nga Berdeneshi deri në Shëndëlli dhe Vrin. Do të ishte një bashkim model në gjithë rajonin, me frutikulturë, me turizëm, me peshkim, me turizëm kulturor sepse ka Butrindin. Ju lutem komisionit ta shikoj Ksamilin me përparësi për ta rikthyer bashki. Faleminderit shumë. Po, ju lutem. Delvina, dhe pastaj duam një zë nga Himara me pa tjetër. Po. Ju lutem, Delvina, po. Mund ta plotësojmë? A ka një... Ja dhash zotris. Mirë, do ri në këmbë zotria. Ju lutem. Faleminderit për lejen. Me vazhdim të... A mund të prezantoheni, ju lutem? Po. Besel Koçiu, me profesion inxhinier, vajsoj edhe unë Komitetin e Ksamilit. Jo, do t'ja japim Ksamilit sa po foli, u prezentua, ju lutem. Jo, kone atë i thash. Let jemi pak parimor, ju lutem, zotria nga Delvina. Deri sa më thetë prezentoj, mund të mbaroj fjallën. Dakor, unë mendoj që duhet kemi mirë kuptim. Ju përshëndes të gjithë, mendoj se reforma e vitit 2014 është e dështuar, për arsye se shërbimet nuk ishën më pranë qytetarit, si që premtua, vendimarrja nuk ishte më afër qytetarit siç premtohet nga reforma e 2014-s. Gjithashtu, lidhur me investimet dhe problemet e tjera, pothuajse nuk pati asnjë ndryshim në efektet financiare sepse administrata ishte po ajo. Mendoj që rekomandimi ju lutem. Rekomandimi është që qëndrojë të rikthemi komunave ose të qëndrojë njësi të nivelit të dytë me kompetenca dhe jo të mëruar nga kryetarët e bashkive. Pra duhet të jenë njësi vendore me kryetarët të zgjedhur me kompetenca dhe me përfaqësues të pushtetit vendor si këshilltar të zgjedhur që vendimarrja të vetë te pushteti sa më afër qytetarëve te pushteti lokal. Faleminderit. Ju faleminderit. Po, zotri. Pjesë për shqetësimin. Ju faleminderit. Morakor. Përshëndetje të gjithëve. Jam Luan Merxhani, mësues prej 7 vjetëve në pension. Do ta filloj nga reforma administrative, duke u mbështetur te 4 fabula. E para, kur isha në Greqi, punova tek një zotëri atje, më thot nga je, nga Delvina. I thot,
më thotë, kam shumë qejf ta shikoj Delvinën, sepse babai tim ishte tregtar dhe të gjitha prodhimet bujqësore i mirëten në Delvin. Po të vesh sot në Sarandë, të gjitha prodhimet bujqësore, po thua, jo të gjitha, vinë nga zona e Delvinës. Mirë po, drejtoria bujqësore nuk është në Delvinë, është në Sarandë. Prandaj kërkojmë që drejtoria e bujqësisë t'i kthehet Delvinës, plus të tjera. Ai zotëria atje nga bashkia e Bregdetit, ma merr mendja, e Himarës, tha që fshati është në bashkinë e Himarës, ndërsa tokat i administron Delvina. Është e vërtet, se po të nisemi nga Evlia Çelepia në vitin 1600, Delvina ka qenë sanxhak dhe administronte që nga Borshi edhe Kuçin deri në Kardhiq të Gjirokastrës. Unë nuk jam për zgjerimin e bashkisë, po të qëndroj bashkia e Delvinës. Të qëndroj me në një zgjerim të vogël, se bashkia e Finiqit në ka ardhur mbi Delvin. Bile kërkojnë edhe taksat e pusit të naftës, ti marri bashkia kur ajo faktikisht është në territorin Delvinës dhe të gjitha kullotat në fshatin Kardhikaq i kanë blektorët e zonës së Delvinës. E dyta, pse duhet të qëndroj bashkia e Delvinës? Përgëzoj dhe përshëndes iniciativën e qeverisë që Delvina u shpall zonë kulturore arkitektonike. Mirë po, këto fonde, ju lutem, mos ja çoni Sarandës për t'i administruar, sepse në Sarandë ka det dhe dallkët e detit mund t'i marrin këto fonde dhe t'i humbasin fare. Lejani Delvinës. E dyta, e treta, pse duhet të qëndroj bashkia e Delvinës? Sepse në bashkinë e Delvinës ka shumë të moshuar dhe është shumë e vështirë të vend të marrin shërbimin në Sarandë. Tjetër që doja të shtoja, duke u nisur nga një aspekt, një miku tim kishte një problem dermatologjik. Në Sarandë nuk ka dermatolog. Dhe duke përshëndetur prapë qeverit që e shkurtuan në rrugën nga Delvina në Gjirokastër, ne shkuam në Gjirokastër. Mirë thot ai dermatologu, jo thot, ju e keni qendrën në Vlorë, ne i duam lonjatët. I duam, i kemi xhan. Mirë po, shumë larg, më i thon 3 orë. Ndërsa Delvin, Gjirokastër 45 minuta, 1 orë e gjysmë. Këtu na duhen 3 orë dhe 3 orë 6 orë. Prandaj e duam bashkinë e Delvinës. Faleminderit. Ju faleminderit.